Tani, po ja u lë fjalën ju, se unë s'kuptoj shumë se çfarë po bëni. Kjo është një mjet i sajuar nga neve për të kapur bletën që ka lëshuar. Është në një pemë të lartë që ta shikoni, është e pamundur për të hipur lart atje, se është e hollë nuk na mban. Atëherë sajuam këtë. Do ta çojmë lart këtë atje, do ta shkrusim, ai do bjerë brenda, pastaj do ta heqim, ta hedhim te arka. Po mirë tani se unë jam kështu si pak gocë fshati, s'rri dot pa ndërhyrë. Ne atje, kur ndodhin këto gjërat i këndojmë bletës së navi. Si e keni ju këtu? Neve marrim 2 gure, i trokasim guret dhe themi tok maro, për t'i bërë zhurë me fjalë edhe ajo mblidhet. Do na e tregoni si e bëni? E sa larg mund të iki një blet kur lëshon? Zakonisht 25 metra. 25 metra. Pastaj varet ku gjen vend, po qëse ajo gjen vend. Po, çfarë vendi i pëlqen bletës? Jo, mos ki merak po ik. Atër hiqet nga ngjyrat, nga se? Ngjyra e stile pemë. Ajo para se të hedhin e zgjedh vendi ku do mblidhet. Ka ato bletët lajmëruese, që thonë do mblidhemi këtu. Pra bletët lajmëruese ikin të parat, edhe Të parat gjejnë vendin, edhe lajmërojnë me emër. Po këtë e keni lënë ju? Arkën, po aty do ta hedhim te arka. Aty do e hedhim. Zotëri Gzim, po pse ikën një blet? Sepse nuk e nxe me vendi brenda, si puna jote që kur të shkosh atje tek vjera, ajo do ketë dhomë me kuzhinë, s'kini kurrini, ose si puna ime, ndo që alkesni. S'kisha ku e mbaja brenda, ik tani, kryo familjen tënde. Do i bjesh me sfata saja? Jo. Lart, styj lart, styj sa më lart. Jo, mi bjera saj bëm, tunde, se mban do, ti po tunde. Shkunda aty bum. Ai inshallah. Çoj atë. Tok. Alkes Sheu na pritin e sot tek ferma Zhapokik, këtu në fshatin Zhapokik. Alkes, dua ta filloj me një falënderim. Shumë faleminderit që na pritet. Faleminderit ju që erdhët këtu. Shumë faleminderit. Tani kjo është një mrekulli, me të vërtetë është shumë bukur, procesi, ferma, çdo gjë, po unë mendoj që çdo gjë ka një fillim dhe do doja të pyesja, si filloi e gjithë kjo? Në fakt ne si familje kemi traditë shumë vjeçare në Letari, diku te 140 vjet. 140 vjet. Po. Ka filluar stërgjyshi fillimisht, stërgjyshi Abedin Sheu me pak koshere, më pas gjyshi Halimi, gjatë kohës komunizmit kishim rreth 40 koshere. Dhe ka qenë, si të themi, ekonomia kryesore e familjes, sepse me lekët që mblidhesin nga mjalti, është shkolluar babi, halla, të gjajtë dhe gjithë familja jonë. Do të thënë, kjo ka qenë tregtia juaj që atëherë? Po, përveç punës që bënin në shtet, ka qenë ekonomi ndihmëse, mund të themi. Po tani sa koshere keni? Se po flisje kemi fillu me kaq. Po, afërsisht 100 koshere. 100 koshere. Po, do doja të pyesja për mjaltin e Mares. Është shumë i dëgjuar dhe shumë i veçantë. Çfarë ndryshon nga mjalti? Në fakt, mjalti e Mares nuk prodhohet në Zhapokik, prodhohet në zonë tjetër. Ne i mbajmë në Zhitom bletët. Zhitomi është afër me Beratin. Pra, po bletët tuaja? Po, të tonat, po i zhvendosim. Kjo quhet nomadizëm, lëvizja e bletëve me tjetër.
dhe qëndrojnë 2 muaj në mare, nga 20 tetori deri në fund dhjetorit. Dhe jo gjithmonë marrim mjalt, sepse duke qenë një mjalt vjeshtë dhe dimri, është i vështirë mbledhja e tij. Kjo ndoshta e bën të veçantë? Po të veçantë. Se është dhe më i vështirë. Fillimisht mjalti i mares ka qenë shumë pak i kërkuar fillimisht, nuk me zi e shisnim, sepse nuk e dinim vlerat, por prej pak vitesh, prej 5 vitesh, ne nuk arrim të plotësojmë nevojat. Kemi mbi 1000 kg në vit kërkesa mjaltmare, por ne realisht prodhojmë deri në 300 kg, 400 kg maksimumi. Pra shitja është më e madhe se prodhimi. Më e madhe. Gati mbi 1000 kg prodhim ka kërkesa. Ky është një lajm i mirë, po do të thotë që edhe ju duhet të forcoheni që të rrisni pak forcën punëtore. Patjetër. Për sa i përket çmimit, Shqipëria ka një çmim të mirë të fakt të mjaltit të mare, sepse shkon te 20 euro, 25 euro kilogrami, ndërsa Italia, vendi ynë fqi, ka një çmim rreth 70 euro kilogrami, deri në 100 euro kilogrami, sepse vet fjalë për mjaltin, ndoshta mjalti më kurus në botë. Është mjalti më i mirë për momentin. Jo të gjithë e din realisht, por që mjalti i mares, sipas studimeve, është mjalti më i mirë në botë. Është bërë një eksperiment në Spanjë dhe del që është ilaçi më i mirë bimor kundër kancerit të zorës trash. Është studim që është bërë në Spanjë dhe Kroaci. Dhe del si mjalti më i mirë në gjithë botën. Se po më flisje pak për Italinë edhe për çmimet e Italisë për mjaltin e mares, po doja të dija, shkon mjalti i Shqipërisë jashtë vendit? Po shkoj, unë çdo vit dërgoj në Itali, por jo për italian, normalisht për shqiptarë që jetojnë në Itali, bëjnë porosi në muaj ngusht, më marrin telefon ose më dërgojnë mesazhe që bëjnë porosi për mjaltin e mares. Dhe sa vjen dhe shtohet më shumë kërkesa, sepse kush e njeh mjaltin e mares nuk i ndahet domethënë. Janë disa mjalte që janë shumë kryesor, që janë shumë kurus, është mjalti i mares dhe mjalti i lisit, i shrebelit, etj. Por mjalti i mares dhe mjalti i lisit janë më kryesorët në botë, që janë më të shiturit dhe më të kërkuarit. Unë do doja të flisja pak në fakt dhe për qumshtin e bletës. Shumë interesante më duket, nuk e di fare procesin dhe asgjë rreth këtij qumshti. Mund të më flasësh dhe më tregosh më shumë? Atëherë qumshi i bletës nxirret në muajt nga 20 prilli deri në 20 qershor. Gati 2 muaj është prodhimi i tij. Dhe për qumshin e bletës kemi shumë kërkesa, kemi shumë çdo vit më shumë shtojmë prodhimin, shtojmë edhe kërkesat. Me qumshin e bletës jemi gati në limit, mund të themi jemi afër kërkesave, nuk e se kemi më shumë nga sa kërkohet. Ndërsa për mjaltin që thash, mjaltin jemi në minus, kuptimin që shumë pak përballojmë krahasim me kërkesat. Qumshtin e bletës e keni filluar që prej hapjes së fermës? Apo është dashur pak kohë? Qumshi është vonë, ka filluar rreth kemi 5 apo 7 vjet që kemi qumësh blete. Sepse nuk ishit në diani apo sepse nuk mund ta prodhonit? Po dhe nuk kishim aparaturat e duhura, nuk kishim informacionet e duhura për nxjerrjen. Po në raport me çmimin? Sa është si ndryshon qumshti i bletës me mjaltin e mares për shembull? Qumshi është sasia, domethënë, sepse qumshi i bletës është me mililitër. Ndërsa mjalti shitet me kilogram normalisht. Po, si përdoret alkes qumshti i bletës? Atëherë, ne kur japim qumshin e bletës, japim edhe mënyrën e përdorimit të qumshit dhe ndahet në bazë të moshës dhe të kilograme që ka personi. Por ne përgjithësi ndahet për qumësh për fëmijë dhe qumësh për të rritur, dozën për fëmijë dhe për të rritur. Për fëmijë varion është një shiring, 10 ml, që përdoret 0,5 çdo ditë, ndërsa për të rritur 3 shiringa, që përdoret 1 në ditë, 1 ml në ditë. Zakonisht përdoret në këtë mënyrë, mbaron shiringa e parë, pastaj e dyta, pastaj në fund fare e treta. Dhe bëhet pak pushim midis tyre për të lënë pak trupin për të rigjeneruar, për të dhënë efektin e tij. Si merret qumshti i bletës? Qumshi i bletës merret çdo mëngjes, një gjysmore para buke. Dhe personi duhet ta marrë përgjithsisht në një kohë që është kohë e freskët, zakonisht preferohet muaji maj, qershor, dhe pastaj në vjesht, shtator, tetor derisa vjen viti pasardhës. Këshillohet të përdoret 1 vit e gjysmë nga prodhimi, domethënë. Në rast se prodhohet sot, duhet të rish 1 vit e gjysmë deri kaq, pastaj më vonë efekti i tij fillon dhe bie, nuk është me si më parë. Alkes, ne folëm pak para dhe bashk, po edhe kam dëgjuar shumë për mjaltin lofatës. Po. Di që prodhohet vetëm në Zhapokik. Po. Në fakt në vendet ku ka lofat. Por këtu duke qenë se është një vend që ka shumë lofata, mund të jenë me mira, mbi 5000 rrejnë lofata që janë në gjithë fshatin, dhe po të vish në prill këtu, i gjithë fshati është vetëm roz, i gjithë. Pra është ngjyrë roz, i gjithë fshati. Zakonisht ne mjalt lofate kemi marrë shumë rrallë, fakt. Kemi marrë çdo 5 vjet, çdo 6 vjet,
Sepse, si sa shpakon parë, duhet të kesh bletë të forta, që në prill zakonisht nuk se janë të rralla që janë të forta. Po kur thua bletë të forta, çfarë nënkupton? Sasi, numër? Numri i bletëve në koshare. Duhet të jetë bletat të katë, të katëshe, të ketë arritur maksimumin e mundshëm. Dhe normalisht duke qenë se nuk është bleta e fortë, dhe kushtet nuk është gjithmonë të jetë diell, nuk marrim gjithmonë mjaltë të fate. Është një mjaltë shumë kurativ, një mjaltë me ngjyrë të errët, do a demonstroj pak më vonë se ka marrë edhe një vazo në makinë. Është një mjaltë shumë kurues. Ne nga përvoja që kemi neve është i mirë për fytin, për grykut. Fëmijët kemi shumë klientë që marrin për fëmijët, vetëm për fëmijët për grykut gjatë dimrit. Në rast të fytit të acaruar, mjafton të marrësh një lugë me mjaltë lofate dhe duke sikur ke pirë ilaçin më të fortë, ilaçin më të mirë. Aq efektive është për grykut, për fytin. Më the pak më parë që unë kam qenë një djalë, i ri e akoma, po më i ri se tani, me shumë ëndra dhe kisha dhe mundësinë të largohesha nga Shqipëria pas e bëra. Mund të më thuash pse? Po, në fakt e dua shumë vendin tim, e dua shumë Shqipërinë. Unë kam shumë vite që jam kthyer në fshat, sepse që dini unë jetoj në Berat në fakt. Aty kam edhe punën që punoj. Por për disa vitesh jam kthyer këtu dhe kam shtuar më tepër letarinë. Kam filluar të prodhoj uthull mollë egër dhe kemi akoma më shumë ëndra për të bërë, inshallah t'i realizojmë. Pra përveç mjaltit, uthull është një tjetër prodhim i këtij vendi. Po, uthull me mollë të egra. Vetëm me mollë të egra. Mollë të egra. Mollë e egra është një mollë e cila rritet në mënyrë të natyrshme në pyll, që normalisht nuk ka asnjë lloj kimikati, nuk ka asnjë lloj përdorimi të ilaçeve. Dhe nxjerr një nga uthullat më të mira në botë, domethënë. Uthulla e mollës së egër është uthula më e mirë, nuk ka mbi uthullën e mollës së egër. Kemi filluar fillimisht kemi pasur pak problem tregtimin, sepse duke qenë që na njohin si familje mjalti, edhe nuk është se jemi njohur për uthullën, edhe fillimisht kemi pasur. Por tani me kalimin e kohës kemi filluar të shtohen klientët dhe shpresojmë të bëjmë diçka më serioze, diçka një mini punishte në të ardhmen. Për çfarë shërben më shumë uthulla? Uthulla përdoret për shumë gjëra, por mund të themi për diabetin është. Ul gliceminë në gjak dhe kolesterolin, që është më kryesore. Pastaj edhe përdorin për dieta për dobësim, gjithmonë duke mbajtur pak në rregull të pjesën e ushqyerjes, sepse në rast se do hash ushqim pafund, uthulla nuk ka çfarë të bën as i lloj ushqimi tjetër. Më the, folëm edhe për fillimin, po unë nuk të prezantova ty si mësues italisht, edhe pse kjo është puna që ti bën. Edhe doja të dija përveç punës që bën edhe bletëritjes, po çfarë sfidash ke kaluar ti për këtë biznes? Ne në fakt më tepër kemi pasur pjesën e rrugës pa asfalt. Siç e pat ju gjatë rrugës, rruga ka qenë e tmerrshme. Kemi 20 vjet që bëjmë gati 50 herë në vit nga Berati në fshat dhe ka qenë e bëjmë për 2 orë. 2 orë ardhje, 2 orë prapë që kthehemi prapë në shtëpi. Kjo ka qenë sfida më e madhe.